mjaft çifte që janë në kërkim të një shtatzanie e cila po vonon, harxojnë kohë dhe para duke kryer analiza të panevojshme. Shohin shpesh me dhjetra analiza urine, të toksoplazmës apo të kompleksit torç, të cilat nuk kanë asnjë lloj lidhje me fertilitetin. Protokolli bazë duhet të përfshijë hetimin në 3 pika: vezë, sperm, tuba. Kështu, tek femra, çdo gjë duhet filloj me një ekografi transvaginale, përmes të cilës ne vlerësojmë mitrën, uterusin, dhe vezoret. Tek vezoret vlerësojmë numrin e folikulave antral, i cili është një matës shumë i mirë i rezervës ovariane. Pastaj tek analizat hormonale, kryesorja është kryerja e hormonit antimüllerian, AMH. Edhe ky është një matës mjaft i mirë i rezervës ovariane. Hapi tjetër që duhet pasoj tek vlerësimi i partneres femër është kryerja e kontrollit të tubave. Kjo kryet përmes histerosalpingografisë ose sonohisterografisë. Ndërkohë, tek mashkulli, patjetër, duhet të kryet analiza e spermës, spermograma, përmes të cilës ne vlerësojmë numrin e spermatozoideve në sperm, lëvizshmërinë e tyre, motilitetin dhe morfologjinë, pra cilësinë e spermatozoideve. Ky është protokolli bazë i ekzaminimit të një çifti i cili është në kërkim të një shtatzanie dhe kjo po vonon.